tradicionalisht ka përcimet e mdhaja që në bojën pas krizave të tilla, kështu që koalicioni PDK LDK Isa Mustafa kryeministri ka qenë do të thotë në situatë të tillë. Unë nuk është të pamundshme, për momentin është pengesë vetëm zgjedhjet lokale. Për arsye se dy partitë kishin më dëmtuar terren sa për këtë garës lokale në qytetet të ndryshme, veç pas këto 3 qendrat kryesore dhe kryeqytetin e Kosovës. Dhe besoj që kjo është klima që pengon një marrëveshje të madhe politike. Vëllai tash më shpall gjedhjet komunale para se mu bë marrëveshje, është pak jo, presidenti është në fatë, presidenti do së shpejti më është obligim kushtetues, nuk ka lëvizja vetë vendosje e ka mri nëse ka zvarritje edhe më tutje, tha presidenti, që po dënë zvarritje më të madhe se do i qitash. Lëvizja vetë vendosje ka arrit majën e piramidës. Tash vetëm muj me thonë lëvizja të poshtë është, nuk ka tenel. Kështu që të shohim se sa do t'i humbas nëse kemi zgjedhjet, projekcionet janë që për moment 5% do t'jetë më pak, por do të shohim sepse si pas gjitha gjathave, prap bindja është që do t'kemi zgjedhjet reja, edhe këto zgjedhje do të... A ishtë është me pas si problem, a ishtë është me pas si diçka normale në një shoqëni primitive dhe shtetë jo serios? është tragjike për Kosovën, është tragjike sepse Kosova për i humë të gjitha proceset, unë besoj që viti 2025 është i humbur, po edhe 2026. Po, të humëra në dy. Edhe faji kryesor është i pari, gjithmonë shkon kjo. Se përgjegjësia është aty. Sakt. Ne mund të kemi një kompromis, kemi një rast konkret. Këja po thotë, bëne Saranda Bogujevcin, apo dykën tjetër, ne do të votojmë votat i katë mjatë. Për hirtë vërtetës sot tutje, njëre për deputatëve të Alancës, Bek Berisha, e japë një propozim tjetër që nuk e preashtoj mundësimi votu dhe Albolina Haxhian. Sot ishte në media, në realitet që tutje, po prap nuk i ka votat, po thejme. Po ata nuk e kanë caktu emre, kanë thonë një kandidat në... Ka qenë shumë ma korrekt në këtë proces, preashtemisht LDK-ja që ka morë pozicionin që nuk do të votoj asë një kandidat. Asani asë kënej. Regullo, është çështje parimore. Edhe PDK-ja nuk e ka preashtu mundësin e votimit të një kandidat e tjetër, por pa të cekur emra, si kurse që e ka bo lideri i Alancës. Soj për këtë zgjedhjeve, është vesh një element. Nuk jam i bindur që do të kemi zgjidhje me zgjedhje. Veç mas nëse definitivisht të vijat e kuqe janë të pakaluara në raport me kryeministrin Kurti, ose me kryetarin e vetëvendosjes Albin Kurti, sepse nuk pret kërkush që ndoshta zgjedhjet e ardhshme vetëvendosja me pas po themi më pak se 40 deputat. Ndoshta kemi pas 41, 42. E kemi zgjedhjen e presidentes apo. Dhe ne dim që është problem. Andaj apet zgjedhje. Zgjedhje. Shkojmë. Çdo 6 muaj. Republika zgjedhje. Edhe një aspekt tjetër është shumë... A ishdo që shko mundësi ndryshe mu filtru skena politike në një shtetë serios, në një shtetë jo serios. Absolutisht është një çështje raport me numrat, me sa po vrehet, do të thonë kanë përjashtu mundësinë e llogaritjes së deputetëve të listës serbe. Po, kretin ka luftojnë për shumicë për 111-ve. Që kjo është problemi që ka pamundësu numrat kushtimisht më thonë në të dy taborët. Dhe kjo mund përjashtohet mundësia që me pas blokat prapë në rast se vazhdohet me këtë qasje. Prandaj, është mirë sa ma shpejt që e kuptojnë edhe reflektojnë, sepse me kuptu besoj që s'ka dilim që e kanë kuptu, po me reflektu mbi këtë realitet. O me i marrë edhe ata në koalicion, sepse funja janë deputet me të zgjedhur, ose me reflektu në raport me një subjekt tjetër, sepse në instancë funit mundësia për më u përsërit afërsisht kjo situatë është prapë e njëjta dhe a kemi ne komoditet që me shku në zgjedhje si Italia ose Bullgaria ose në një vend tjetër. Presidenti avë që përmeni